4 ditë nga përfundimi i provimit të maturës shtetërore në lëndën e letërsisë, vlerësuesit kanë arritur të korrigjojnë 12.000 teste nga 42.000 që janë në total. Nga një vlerësim paraprak, rezulton se ky vit do të ketë më pak ngelës se vitin e kaluar. Ne ndjekim një statistikë ditore të nivelit të arritjes të nxënësve në testet që kemi vlerësuar. Vërejmë që ka një numër mjaft të ulët të nxënësve që kanë marrë pak pikë. Pra është një tregues i përmirësuar nga vitet e kaluar dhe mjaft evident deri tani. Po ashtu, vërejmë që numri pikëve mbi 40 është fituar nga një numër i konsiderueshëm maturantësh. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Provimeve, Alfons Harizaj, bën me dije se testi i një maturanti korrigjohet nga 2 vlerësues dhe nëse ka probleme në vlerësim, atëherë ndërhyn edhe një komisioner i tretë. Asnjë nga vlerësuesit, të cilët janë mësues të gjuhës shqipe dhe letërsisë, nuk janë në dieni të identitetit të maturantit, duke e bërë korrigjimin e tezës mjaft transparente. Për të kryer korrigjimet janë vënë në dispozicion 220 mësues të rrethave të ndryshme në 6 qendra vlerësimi. Nga këto, 2 janë të pozicionuara në Tiranë. Më 17 qershor pritet të dalë edhe rezultati përfundimtar për të gjithë nxënësit në lëndën e letërsisë.